إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, I katëri me të cilën marrmi mësim dhe frymëzohemi ende, të cilët jemi në shpjegim nga ato 7 persona të cilët do të strehohen në hijen e arshit të Allahut xhalla xhelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpas hijes së tij, wa rajulani tahabba fillah, 2 burrat, 2 persona të cilët u deshtën për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Të nderuar vëllezër, me të vërtetë se gjëja më e shtrenjtë dhe më e çmuar dhe më e vlefshme të cilën e posedon një besimtar pas dashurisë ndaj Allahut xhalla xhelaluhu dhe të dërguarit të tij është dashuria për hir të Allahut xhalla xhelaluhu, që ai ta don një vllavin e tij, një shokun e tij, vetëm për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe përderisa kjo është aq e çmuar dhe aq e vlerësuar, padyshim se ajo kërkon për kujdesi, rujtje dhe mbrojtje të kësaj dashurie të sinqert e të pastër, ashtu që të ngel kjo dashuri e sinqert dhe mos të përzihet me interesat e dunjas, e as me tekat njerëzore dhe me epshat njerëzore. Kushdo I cili e don një vllavin e tij musliman, le të jetë I sinqert në dashurinë e tij dhe le ta ruan këtë dashuri të cilën e ka për ta sinqerisht vetëm për hir të Allahut xhalla xhelaluhu dhe ta përkujton mirë se atë vëlla të cilën ti e don për hir të Allahut, dije se ai nuk është pronë e ytja që ti ta duash ato për shërbimet e tua personale me të cilët ndoshta një ditë nëse I humb ata, e humb dhe atë vëllaun tënd të cilën e ke dashur për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Ta duash për hir të Allahut xhalla xhelaluhu është për arsye se ai është rob I Allahut dhe ti e don ato për shkak se ai I bindet Allahut dhe për shkak se ai është më afër krijuesit të tij dhe Zotit të tij, dhe ti mu për këtë shkak e don ato për shkak se është I udhëzuar dhe se për të ngelur kjo dashuri, o vëllezër, duhet që të ngel dhe shkaku që të ka shti ty për ta dashur atë. Nëse humbej shkaku që të ka shti ty dhe që e ka sjellur atë dashuri për hir të Allahut, dije se pastaj ajo dashuri zbehet, humbet, dobësohet dhe shkatërrohet. E derisa ndoshta dhe mos të lind ndonjë lëndim që ti ta lëndosh atë vllavin tënd, atë shokun tënd të cilin e ke zgjedhur ta duash për hir të Allahut, e pastaj ndoshta ai lëndim të jetë shkak për dobësimin e asaj dashurie në mes veti, apo të humbë dhe të shkatron në tërësi atë dashuri. Për shkak se njeriu nga vetë natyra njerëzore që Allahu xhalla xhelaluhu e ka krijuar, është që ai
ta urrejnë ati cili i bën dëm atij apo që e lëndon atë. Për atë të kesh kujdes në zgjedhjen e shokut tënd të sinqert, dhe atë të cilët e dën për hir të Allahut xhelle xhelalu që mos ta lëndojsh e as mos ta dëmtojsh e mos ta prishish dashurinë për të cilën e ke lidhur me to vetëm se për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, por ti e dën ato për shkak hajrit, imanit dhe besimit dhe udhëzimit të tij. E mos e prish ato me ndonjë grindje, me ndonjë smir, me ndonjë hased, me ndonjë zili, apo me ndonjë zemërim, e që të jetë shkak ai të të urren ty. Për arsye se muslimoni është ai i cili nuk e poshtron vllavin e tij musliman. Këto mënyra të ruajtjes dhe të hakut të vllavit musliman dhe të kësaj dashurie o vëllezër, na i përcolli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el muslimu akhul muslim, besimtari është vllau i besimtarit. Besimtari la yadhlimuhu, ai nuk i bën padrejti vllavit të vet asesi, as që e dorëzon ato, as që e sulmon ato, as që e nënçmon ato. Me një transmetim tjetër të Imam Muslimit nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiru. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari është vllavi i besimtarit, as nuk i bën padrejti atij, as nuk e tradhton ato, as nuk e rrejn, nuk e gënjen ato, e as nuk e nënçmon ato, por ai është në ndihmën e vllavit të tij. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kushdo i cili gjendet në nevojat e vllavit të tij musliman, tha Allahu xhelle xhelaluhu do t'i gjendet në nevojat më të shumta kur ai do të ketë një ditë në ditën e gjykimit. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo i cili ja largon një breng një vllavit të tij musliman, tha Allahu xhelle xhelaluhu do t'ja largon atij një breng nga mbrengat e mëdhaja të ditës së gjykimit. E kushdo tha i cili e mbulon një tëmet të një vllavit të tij musliman, tha do t'ja mbulon Allahu xhelle xhelaluhu atij tëmet në ditën kur do të ketë nevojë mas shumti që t'ja të mbulon Allahu xhelle xhelaluhu tëmetat atij, ditën kur do të dalësh për Allahu xhelle xhelaluhu. E mu për atë ky vllavi të cilën e don për hir të Allahut, ky është ai i cili ti e don për shkak udhëzimit të tij, për shkak moralit të tij, për shkak besimit të tij, për shkak udhëzimit dhe përmirësimit të tij, që ai të ndihmon ty që një ditë të ta ngjet për dorë e të të çon në xhenetin Allahu xhelle xhelalu, Allahu të të falë për shkak ti. Mos të jemi nga ata të cilët e nënçmojmë vllavin ton musliman, e as që ti për shokin tënd dhe për atë dashurin tënd që ta përgojosh atë apo të folish keq për to, apo ta nënçmosh ato, apo ta këshillojsh në momentet kur ti e pret që ai të gabon, e pastaj në publik t'ja shfaqësh gabimin e tij, por besimtar i mirë është ai i cili e këshillon. Në momentet kur ai gabon, ai mundohet që ta përmirëson, në veçanti dhe sa më fshehtë mundohet që shoku i tij t'ja përmirëson gabimet dhe dëshiron që ai ta mban shokun e tij në pozitë të drejtë ashtu sikur që dhe ai mundohet për to. Lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu të na bën prej atyre të cilët duhen me zveti vetëm për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la, wa salatu wa salamu ala nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, dashuria për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, ta duash një shokin tënd, një vllavin tënd për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, nuk është vetëm një slogan apo një fjalë që thuhet, por ajo është njohje, përkushtim, dashuri, pyetje dhe interes për vllavin tënd dhe për gjendjen e tij, e cila me të vërtetë të bën ty që ti ta ruajsh atë dashuri kur ti interesohesh për vllavin tënd dhe për shokun tënd. Edhe në momentet e vështira, ti je ai i cili e ndihmon atë, dhe ti i e krahu, sikur që ai është krahu i ndihmesës tënde në çështjet më të vështira dhe në kohët më problematike të cilët të kanosen gjatë kohës ty, dhe ky është njeriu i cili me të vërtetë duhet që besimtari të mundohet dhe të hulumton që ta gjeni një vëlla musliman dhe ta ruan dashurinë të cilën e ka krijuar mes tij
dhe të përkujdeset për ta ruajtur atë dashuri që mos të humbë ndaj atij shokut të drejtë, besnik dhe të sinqert. Për arsye se njeriu më i paaft është ai i cili as që intereson që të gjen shok të dashur e të respektuar, të udhëzuar të dinit e të fesë të imanit, bile dhe më i paaft është ai i cili pasi që i gjen këto shok, ai nëse ka gjetë një shok të mirë, pastaj ta braktisë dhe ta humbë atë. Shoku është mbështetja më e fortë e ytja në kohët e vështirësisë. Vllau yt musliman është mbështetja më e fortë e ytja, e cila ti kur ke nevojë të ndihmon për rrugën e Allahut, ta ndihmon më shumë. Dhe ai është hija yte në kohët e sprovës që të strehon ty. Ai shok i cili të dën për hir të Allahut, ai gjithherë në kohët e sprovës dhe vështirësisë do të gjente ai hijen e strehut që të strehon ty. E më bëra të vëllezër, tha Aliu radiallahu anhu, fa sadiquke l-haqqu men kana ma'ak, wa men yadurru nafsahu li yanfa'ak. Shok i sinqert, vëlla i hakut i sinqert i drejt, tha është ai i cili qëndron me ty dhe ai i cili e lëndon veten për të bërë dobi ty. E nëse vjen koha që të shpartallon e të ndan ty nga sprovat të cilët vinë, tha e gjen atë i cili e shpartallon veten, e shpërndan për të mbajtur ty në pozitën dhe në vendin me të cilën i je. Ky është shoku i drejtë dhe ky është vllavi me të cilën meriton që ta mbash për dorë fort dhe mos ta humbish këtë shok dhe këtë vëlla, për arsye se kjo dashuri është me të vërtet ajo e cila pejgamberi sallallahu alaihi wasallam premtoi strehim në hijen e arshit të Allahu xhel xelaluhu në ditën ku nuk ka hije përpas hijes së tij, ai i cili e don vllavin e tij apo ato dy persona të cilët do duhen me zveti vetëm për hir të Allahu xhel xelaluhu. Lusim Allahun xhel xelaluhu që Allahu dhul xhelal të përmirëson zemrat tona, të futin në mesin e zemrave tona dashuri, e Allahu xhel xelaluhu mos na privon nesër në strehimin e arshit të tij, në hijen e arshit të tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salat.